kam qenë fans i patjetër i Norvegjisë, të pas parasysh që unë jam edhe konsulli i përgjithshëm nderi i Norvegjisë në Kosovë. Pasi ishte Kosova aty as Shqipëria, normal. Po edhe gjithashtu i Shtetet Bashkuara të Amerikës është një shtet që ka bërë shumë për Kosovën, po ashtu personalisht për mua, familjen time. Dhe shpresoja pasi ndeshjet u zhvillohen aty. Po mirë, tregoj lojë të mirë. Tani kur kanë shkuar gjithë këto, prapë unë jam fansi i një shteti mik Kosovës, çka do të thotë edhe pajtona me djalin tim që të Anglia shpresoj. E sot me Spanjën, mes Spanjës dhe Francës, shpresova Franca. Ndoshta pak kjo që menaxhmenti, politika, kjo pozicioni jam pak i lidhur më shumë me geostrategji, me politikë, nuk muj me dalë veç në aspektin sportiv. Se ndoshta është edhe për shkak edhe Spanja një ndër arsyet e thyrjes sime me menaxhmentin aktual të Federatës Futbollit të Kosovës, kur